Shkolla fillore qendrore Vëllezërit Miladinovci e Strugës është një ndër shkollat fillore qendrore më të mëdha në territorin e kësaj komune, është e vetmja shkollë në komunën tonë ku mësimi zhvillohet në të tre gjuhët, shqip, maqedonisht e turqisht. Në këtë shkollë punohet në kushte krejtësisht të volitshme. Zhvillohet mësim kabinetik. Çdo lëndë ka kabinetin e saj të pajisur me mjete mësimore. Numri i nxënësve që ndjekin mësimin në këtë shkollë, duke përfshirë edhe shkollën periferike të fshatit Kalisht, është afro 1800, prej të cilëve 972 nxënës në gjuhën shqipe, 779 nxënës në gjuhën maqedone dhe 26 nxënës në gjuhën turke. Në 28 paralele mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, në 24 në gjuhën maqedone, ndërsa në 2 paralele të kombinuara mësimi zhvillohet në gjuhën turke. Punohet në 2 turne sipas gjuhëve mësimore. Veprojnë permanent edhe aktivitetet e lira, sidomos grupi i letrarëve të vegjël, të cilët paraqiten me punime të veta origjinale, ai i dramës dhe i recituesve, gjeografët dhe historianët e vegjël, duke formuar harta memece, përforcojnë landën edhe më mirë. Në kuadrin e lokalit shkollor funksionon edhe biblioteka shkollore, e cila është e pajisur me një fond të konsiderueshëm librash në të 3 gjuhët, sidomos maksimalisht shfrytëzohet lektyra shkollore sipas plan programit mësimor. Grupi ynë letrar pranë shkollës sonë më pëlqej shumë pasi atë e kam gjuhën e mëmës. Ai punon me vjersha dhe me poezi të ndryshme. Nxënësit të cilët marrin pjesë në këtë grup janë aktiv dhe me vjershat e tyre të cilat ato i shkruajnë, ato tregojnë një punë aktive ndaj grupit letrar. Punimet e tyre shpesh herë botohen edhe në për revistat të ndryshme, si që është Gëzimi Fatosi dhe disa revistat të ndryshme. Tito trim, burë i mbarë, ti e prisi ynë i parë. Shoku Tito pris me tema, emri yt jehon në çdo poema. Tito, ylli partisë, zidollon në qiell pas je i lirisë. Liqeni, o liqen, o mi vjeqar, s'ka njeri që s'te ka par. Valët tua ndjekin, njëra tjetrën s'mund t'a prekin. Uj pastër si kristal, peshqit notojnë pa undal. Fëmijët lahen dhe notojnë, por mësimet si harrojnë. Mallëngjime për jug, krahë Shqiponja është të kem dëshiroj, mandej në viset tona të fluturoj, unë atje në viset tona të shkoj, të shikoj Stambollin, Kukushin të shikoj, të shoh nëse dielli ashtu, reze të zeza lëshon si këtu. Jo, unë këtu nuk mundem të qëndroj. Jo, unë nuk mundem errësi të shikoj. Krahë më jepni që vetët të ngjis, e në viset tona unë të nis. Në viset tona unë vetëm të shkoj, e shikoj Ohrin, Strugën të shikoj. 4 reze, në fletoren time u lëshuan 4 reze, ato 4 reze u bën 4 pika vese, dhe ato pika vese u shtërua në 4 shkronja Tito. Vajza shqiptare, je e shpejtë si shigjetë si sorkadhe, je e forta si Shqiponja guzimtare. Merë mikun ballë për ballë ti luftove, tasha dheun ton të lirë e lulezove. Djersa e ballit për ty është si flori, bota e mbarë të nderon e të kazili. Quhem Iliriana Dika, dhe të këndoj dhe të recitoj një vjershë Bleta dhe Arëza. Unë jam një bletë me krahët të lehta, fluturoj si era në përlule shqera, gjerë në mal të lartë,
për të mbledhur mjalt. Arëza, që do me mjaltën, as më thua? Bleta, si që dua, mjaltën e urruar, do të ha gëzuar, dimrit kur do të bjera, borë e shi me era, veç asaj e dua, për tim zot të mira, që më mban në zgjuar, kohën e vështira. Arëza, ha, moje mjera, që punon për të tjera, pse zbën si që bëj una, nat e ditë gjuma. Unë, si arsimtar i muzikës i kësaj shkolle, udhëheq orkestrin e shkollës prej 1963. Në orkestër gjithnjë kam pasur një numër të madh nxënësish, e atë deri në 70 antarë. Të gjithë antarët e orkestrit në fillim të çdo viti regjistrohen me dëshirën e tyre dhe të prindërve. Prej kësaj shkolle, gati çdo vit mbarojnë 20 ose 30 instrumentalista të ushtruar. Orkestri i shkollës gjithnjë ka arritur rezultate të mira në komune dhe në Republikë, për të cilat pjesëmarrje kemi qenë të shpërblyher me diploma, mirënjohje dhe lavdrata. Antarët e orkestrit, me gjithë që janë të vegjël dhe pa njohuri muzikore, shumë shpejt arrijnë të zotërojnë elementet e para muzikore. Unë quhem Tylaj Bakalli dhe do t'u lexoj një tregim origjinal që e kam shkruar vetë. Goma e biçikletës. Genci kishte një biçikletë të bukur. Ai çdo 2 ditë shetiste me biçikletën e tij. Ne të gjithë i ja kishim xili biçikletës së tij. Çdo ditë ne luanim me Gencin, kurse vendin e lojës e kishim në një park pranë shtëpive tona. Mirë po, një ditë ja se çka ndodhi. Atë ditë Genci ishte i hidhëruar. Kur e thëritën të luajmë së bashku, ai nuk erdhi. Mos është i sëmurë? Më pyeti Agroni. Nuk më duket i sëmurë, ju përgjegja. Unë bas pak kohe ju afruva Genci dhe e pyeta. Genc, pse nuk luan me ne? Mos të kemi bërë diçka? Jo, nuk më keni bërë asgjë. Unë nuk jam hidhëruar me ju, por më plasi goma e biçikletës dhe duhet shumë kohë që ta ndreqi, mu përgjegj. Ne atë ditë e kaluam pa lojë. Të nesërmen u mblodhëm pak më herët, kurse Gencit nuk i treguam. U ulëm aty te karikja që të bisedojmë. Fjalën e mora unë. Shokë, unë mendoj se duhet me i ndihmoj Gencit. Nesër të gjithë do të mirëni të holla dhe do të takohemi para shitores së Xhaxhi Ademit dhe do të blejmë një gomë për biçikletën e Gencit.
Të gjithu dakorduan me mua. Të nesërmen u takuam ku duhej dhe pritëm që të vijë Gjagje Ademi. E blema gomën dhe u nisëm nga shtëpia e Gencit. Atje e takuam Gencin dhe ja dhamë gomën e re që e blemë ne. Ai na u falenderua shumë për gomën e bicikletës. Pre asaj dite, ai çdo herë na e jepte bicikletën e tij kur e kërkonim ta çojmë pak. Ashtu, bukur. Me lapsët që mirë. Shkrumi emrin në fund, titullin. Grupi i piktorëve të shkollës Vrellit Miladinovci të Strugës ka marrë pjesë në gara të ndryshme komunale dhe ndërkombëtare. Ky grup ka bërë ekspozita të ndryshme si dhe në shkollë dhe jashtë shkollës. Ky grup ka arritur edhe suksese të mira. Ky grup është i udhëhequr nga arsimtari Udi Shehu. Tash, kohën e fundit po përgatisim një ekspozit për patronatin e shkollës. Edhe gjithashtu kemi përgatitur edhe për 8 marsin, 11 tetorin, kemi përgatitur për 29 nëndorin, 22 dhjetorin, ditën e armatës dhe shumë ekspozita tjera. Këto ekspozita kanë qenë të suksesshme dhe të pëlqyera nga ata që i kanë parë. Grupi i piktorëve të rinj motivet i zgjedh prej folklorit ton popullor dhe peisazhe nga Struga dhe rrethina, siç janë për shembull pjesa e vjetër e qytetit, Drini dhe motive nga liçeni. Gjithashtu merren edhe tema nga lufta nacionale shqiptare. Mënyra e pikturimit është e ndryshme. Disa piktorë të rinj më tepër preferojnë grafikën, kurse të tjerët mënyra tjera të piktorimit. Vlen të përmendet se shumë punime të grupit ton stolisin objektet e ndryshme të qytetit. Pra shkollës fillore Vëllezërit Miladinov të Strugës, ekziston grupi letrar në të cilin bëjmë pjesë nxënësit aktiv me pjesët punuese të tyre që janë të vendosura në tablën e shkollës me emrin Valët e Liçenit. Hey ti, kom hier! Ja të jam zotëri. Pa jep tasho. Me mjeshtëri është të punua. Kushto mësoj t'i bjesh? Vetë jam mësuar zotëri. Ditë i bje dhe si qyqin e së doli. Vete je këtu? Jo, këtu ka trumcake, harabele dhe lëza për bilbil jam vetëm unë. Budala, të pyes sa ka njerëz. Njerëz? Që kur filloi lufta këtu nuk ka njerëz. Sa filluan të shtënat, fshati u doq, dhe të gjithë filluan të bërtasin duke ikur. E gërsirat, vire e gërsirat, të gjithë ikën. Po ti, pse ndajte këtu? Unë desha që t'i shoh e gërsirat, se kur isha në qytet, për një gjysmë dinari na tregojnë një arushë sa një viq. I luajtur që më ka ky. Mire, po a e di rrugën për në stacion? E di zotëri, unë dhe Daja atje tek mulliri gjuajnë në peshë në liqet. Atje janë peshë që tashtë më dhej, sa që përbine edhe rosa të tëra. Kur në e prishën pendën vjetin e kaluar... Jap dërdëllove, ajde të na qosh atje. Dhe të jap dhe të, po shiko, nëse dredhon nga rruga dhe ta këpus kokën bashkë me fyll. Aha, kuptoj, do t'ju qoj drejt në vend, mos u shqetsoni, unë e di rrugën, ja të te i ka këpillu. Omi, shkizet të të për partizanët, a ka nga vërsi? Këpuna të tila nuk ka vërë. Che
e dëgjo... Po, ai është bilbili yna. 1, 2, 3, 4.